Inspektorati i Lartë i Drejtësisë njoftoi se Këshilli i Lartë i Prokurorisë nuk ka pranuar kërkesën për caktimin e masës disiplinore ndaj magjistratës me iniciale BS me detyrë prokurore në prokurorinë pranë gjykatës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Sarandë. Inspektori i Lartë i Drejtësisë thuhet në njoftim nisi hetimin disiplinor referuar ankesës së drejtuesit të prokurorisë Sarandë për shkeljen disiplinore të parashikuar si shkelje e përsëritur ose e rëndë e rregullave të solemnitetit, rregullave të sjelljes në marrëdhëniet me kryetarin si dhe me personelin e administratës gjyqësore gjatë vitit 2024. Nga analiza ligjore e fakteve të konstatuara gjatë hetimit disiplinor, rezultoi se veprimet e magjistratës me iniciale BS në marrëdhënie me drejtuesin dhe anëtar të personelit të administratës gjyqësore përbëjnë sjellje të padenja, të pahishme, pa vetëpërmbajtje dhe në kundërshtim me standardet e etikës e në shkelje të parimit të garantimit të besimit të publikut tek drejtësia. Në njoftimin e shpërndar për mediat nga këshilltarja e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, shkeljet e konstatuara nuk lidhen me veprimtarinë e saj profesionale dhe mund të jenë të rëndësishëm vetëm me qëllim vlerësimin etik dhe profesional të saj, por janë të natyrës që magjistratja duhet të mbajë përgjegjësi disiplinore. Nga hetimi i LD-s, rezultoi se sjellja dhe veprimet e prokurores, kryer me dashje direkte, kanë sjellë si pasojë diskreditim të pozitës dhe figurës së magjistratit, si dhe cënim të besimit të publikut te drejtësia.